që të kërkojnë falje. Që Delaks Aleksandar Vučićit kërkoj faljen. Svariherë, elitat sërbe ende nuk janë përballë me vetveten. Leni shqiptarët, hajde ta zëm se ne jemi shumë subjektiv. Po ata Srebrenicën nuk e pranojnë si gjenocid. Ata nuk i pranojnë vrasjet, ato nuk duan. Në Serbi ende nuk ketë asnjë dokumentar që flet për gjermant kur u dëshmuan si popull që e meriton edhe t'ia falin. Kur ata vetë filluan të kërkojnë falje për ato llogoret, për vrasjet, për shfarosjet. Ku i ka kërkuar falje sërbët? Kuj? Më thoni. Askujt. Sot tek kësaj dite ju i keni sot tek kësaj dite herojt të serbëve janë vrasësit, janë ata që ju dënuan me burg të përjetshëm, Mladiçi, Karadziçi, ata janë herojnë, ata i gjenti në për bluza që shiten lirisht shiten në për vendbanimet sërbe, edhe ata janë herojnë. Ata dhe Putini, faktikisht. Po, edhe tani, që të bëjmë ne, si do bëjmë ne kosmopolit? Unë e di që do të vije dita, kur ata do të përballen me atë. Unë besoj, se unë nuk i jetoj unë me bindjen se unë i takoj ndonjë populli shumë të mirë, shumë më të bukurit, më të mençurit jemi ne shqiptarët. Jo, ne jemi si gjithë popull tjerë, kemi çdo gjallë. Mirë po, unë nuk mundem tash të harroj se atje i betonuan, atje i asfaltuan rrugët ku i varrosën shqiptarët. Nuk mundet këtë të harroj. Edhe që kjo edhe kur nuk harrohet, po normalisht me këtë jetohet, me këtë plak jetohet, po kur jetohet ajo plak, kur bëhet, kur ai bar kërkon falje, ata nuk kanë kërkuar falje. Ata çfarë bëjnë tashti? Ata insistojnë të na barazojnë gjithëve me krimin. Në çka piktori në një farë mënyrë i ndihmoi, që edhe ne jemi fajtor. Pse? Se shkoju për kul ati që vetë qaqet serbe thonë që është kriminal i luftës, që është për Vučićin. Jo, Aleksandar Vučići ka deklaratën publike që thotë për një serb të vrarë, jemi gatshëm të vrasim 100 bosnjak. Që thonë se ai duhet të përgjigjet për krime lufte. E ti shkon aty e shpërlan duart e përgjakura. Kjo nuk është vëlla normale, kjo nuk mund ta bëj jo shqiptari, as kinezi këtë nuk e bën. Domethënë nuk është e nevojshme të jesh shqiptar që të kesh kujdes nga këtyre gjëra. Se edhe ti tani nëse edhe kur e bën ti këtë, po sa që është si shqiptar, ti atëherë ja arsyeton edhe veprimet disa prendimore, të cilët duan të gjithëve të na barazojnë në krim. Gjithë duan na shkruajnë historinë ku gjithë keni nga pak faj. Gjithë jeni të këqij,